bujaria është çështje dashnie. Nuk mundet me kënë gjë tjetër. Çdo veprim bujarie që ka synimin për mirënjohje, për shpërblim, për duartrokitje, për kamera, për foto, për emën, për gjana, nuk është dashni, thjesht është vetëm diçka si profesore mu hapë dhe kaq. Ndërsa bujaria është dashni, lind prej shpirtit, prej zemrës. Përveç kësaj, i krishteni nuk bën mirë, jo thjesht pse do me fitu Parizin, por pse ka ton Parizin mbrana shpirtit vet. Qa është Parizi? Është krejt prania e Zotit, mirësia e tij, dashnia e tij, liria e tij e çishka tjetër. Njëri që ka për mbrana tani këtë potencial të mrekullueshëm, din me kënë gjithmonë bujar, din me kënë i lirë, e thonë ndryshe din me dasht. Kur shtrosh drejk ose dasht këtë Krishtin, po s'thirr miqtë tuaj të cilë ta shpërblejnë, thirr ata që nuk ta shpërblejnë. Psohuni jetë me bane gjë herë, pa pas nevojë me ta shpërblej kush, me ta ditë kush. Mësohu mi ba falas, mësohu me ba për i dashnis, mësohu me dasht, vlen më shumë se gjithçka. Keme kënë më i gëzuar.